ose që mund t'i bëjnë me bo dashuri me to, për ndryshe nuk i majtë, ose nëse ato i ndëgjojnë, do të hinë edhe kredi për t'i majtë në punë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, kaloj. Je mirë, ndërum, sot jam në sheshen e Ferizajt për pyetjen, si shef biznismenët shqiptar, ose çdo shef. Pasaj përket shef ose biznismenve këtu në Republikën tonë, Të çfarë do lloj biznesi? po çfarë do lloj pa marrë parasysh i kumre se i marrin ose që kanë ofër, ose që mund t'i bëjnë me bo dashuri me to, për ndryshe nuk i majtë, ose nëse ato i ndëgjojnë, do të hinë edhe kredi për t'i majtë në punë. Këta e kumre 100% është e saktë, sepse për të t'i kom përsidh që i marrin, vajzat e reja, ku ta dijona nëse i ndëgjojnë me dalë dikon veçararit punës, ato do i mbajnë punë. Për ndryshe s'do i mbajnë, pa e cila ndëgjon, e do të rrish gjatë. Edhe nëse do të ketë ai biznes të mirë, ose punë shumë, prapë do të kredia i do e mbaj aty, vetëm për të bërë qefin e vetë. Po thutë që ka biznismen, Po, që ka. merr punëtore, Ka. edhe nëse nuk ka për realisht fitim ose interes prej asaj e mbon punë, Po për normal, interesa tjera. për interesa tjera e mban, edhe merë paro ku dhe qoftë edhe në bankë, vetëm për ta pa në marketin e saj, ose në lokalin e saj, pa marë parasysh se ku qëndrojnë, apo ku shërbejnë çfarë do punë që ata e kanë në për kafiqe, ose në për marketa, ta po i mbajnë atë zënjat e mirat, bukurat, ato që nuk ndëgjojnë, ose s'dalin gjatë natës, jo i thënë për ty s'ka punë, nesër mos më janë në punë. Si është e mundur kjo? Është e mundur të shqiptarë gjithë shka, ose marrë një grua të heshme të mirë, ndoshta edhe dëbojnë edhe nga familja, duke i plësu kushte, duke i dhonë banesa, duke i bleve vetur, edhe këto nuk është në regull asgjë, e kjo nuk ekziston në Evropa. Nëse je moshkull edhe ki nevojë për Po, është e vështirë tash në vendin? është e vështirë as që aplikon kos, sepse nuk do ta merr parasysh. Askush do të ftojnë në telefon, askush do të aproj mundësi për punë. Nësa nëse je femër po? Po, 100%, në 3 natës me thirë, pa apliku fare. Aja që aplikan 3 natës. A ka prej tyre që aplikojnë 3 natës? Ja, e thirë, pa marrë parasysh, pa apliku. Vetëm nëse ja aprohet nga zyra, ose dikon, ose në market, thot për ty si, ja nesër vazhdo Ka punë. pojna një vend. Pa tjetër, apo tjetë një mashkull, jo, do e refuzej, s'kam punë, s'kam biznes. Të me thonë nëse unë aplikoj dikon për punë, ka me pas vështirë me Shumë pranu. problem do të ketë hinë. Nësa një femër, More një femën dhe qindra femna mund të hinë aty, me shkujt, me gishta me minje që i refuzojnë. Edhe s'apin ofertë pune asnjëherë. Vetëm gratë kanë përparësi, ose vajzat, edhe aty cilat janë pak të bukura, ose që janë pak të haleshme. do të thonë do të më kone bukur. Shumë e bukur do të më konë, për ndryshës do të merë fare. Ti nëse kështë pas biznes, qësh kështë vepru? Ja, unë kisha marrë shemën do një grua që nuk i ka kushtet e mira, jo të në gjendje shumë tronë ekonomike, ose ndo një vajzë që shumë e moralshme. Po të me thonë e ti prapë me vojza kështë përdu? Po, e kisha thonë hapsi. punë po në telefon se kisha teleru fare, edhe me full me meshkuj fare, ose partneri që vijet të puna fare se kisha pranu, vetëm mas orarit punës, regle e kisha caktu, nëse kiti kanë urgentisht smur, ti kanë shpi, mund të shkajsh, telefoni nuk përduar të fare në detyrë, edhe partneris do të vend këto fare, vetëm pas orarit punës. Edhe unë nuk isha bo tolerime shumë, do shta isha marrë 2 gjinit, ama jo për dashuria, po diçka për t'i kesh përduar ato, asnjëherë. Mesazh i mirë kjo për gjithë biznismenët. Normal edhe porosia shkon për biznismenët ose për shefat që mos veprojnë ashtu sepse mi t'i vrej se pi njohë, mi njenë popull i vogël. Si cili e njohë mi njën i tjerën, kush u shef, kush u biznismen, kush i merë gratë e bukra, kush i merë vajzat e i qetë nga shpia, ose del të hibin 3 natës, aja nuk është e mirë për shqiptarët. Ndërëm falenderoj shumë, nga si që vaku. Falenderoj edhe për ty. Ton, mirë.